Të moshuarit e qendrës sociale Besa Barbullush u mirëpritën nga qendra e gruas Hapa të Lehtë Shkodër, ku në bashkëpunim me Shërbimi Social të Bashkisë Vaudez ju shtruat reka festive e Krishtlindjes. Shërbimi Social në Bashkinë Vaudezit tashmë ka të thyme në traditë pjesën e shtrimit të drekës së Krishtlindjeve dhe festave të fundvitit. Këtë herë jemi në bashkëpunim me organizatën Hapa të Lehtë dhe që gjej rastin për të falendëruar drejtoreshën bashkë me stafin, drejtoresonjën e Denada Shpuza për bashkëpunimin e saj të shumë që ka dhënë në bashkinë tonë si në shtrimin e drekave për të moshuarit e qendrës sociale në këtë rast, ashtu edhe për pakot me ushqime për familjet që janë në nevojë. Edhe këtë vit ne menduam që të ishim më pranë komunitetit të Bashkisë Vaudez, ku krahas pakove për gra dhe vajza viktima dhunës familje, disa pako për fëmijë, vendosëm që edhe të moshuarit në shtëpisë Besa të sillnim për të konsumuar një drekë të fund vitit në ambientet e artit të zonave. Ashtu siç jeni ndjeni, të gjitha të ardhurat e artit zonave shkojnë për të mbështetur grupet vulnerabël, thjesht për të i ofruar atyre një atmosferë ndryshe nga ambientet ku ato jetojnë. Përgjegjësia e qendrës sociale të Besa Griselda Vukaj falenderoi organizatorët dhe kontribuesit e këtij aktiviteti dhe theksoi se Bashkia Vaudez tregon një vëmendje të veçantë për këtë shtresë. Ne falenderojmë shumë për aktivitetin e sotëm. Gjyshat kënaqen edhe gëzohen pa mas, sidomos në ta ditë festash. Falenderojmë shumë Denada Shpuzën, qendra e gruas Hapa të Lehtë. Falenderojmë gjithashtu edhe Bona Llukën, se cila bani të mundur ndërmjetësimin për këtë aktivitet. Por unë nuk mund të lë pa përmendur Bashkinë Vaudez, e cila është çdo ditë me këtë të moshuar, ku ofron përveç punojësve në qendër, ku ofron dhe ndihmën e parë aty me shërbimin që ajo ofron. Drejtuesit e Shërbimit Social të Bashkisë Vaudez bën të ditur se edhe për këtë vitin e ardhshëm kanë përgatitur një program për kujdesje, ku prioritet do jetë kujdesi ndaj të moshuarve dhe familjeve në nevojë.